Sigurisht, unë mendoj që atmosfera ndikon mjaft në arritjen e rezultateve dhe ky takimi nivelit të lartë duhet të mbizotërohej nga një atmosferë bashkëpunuese dhe besoj se kjo ka ndodhur, sepse ne kemi një marrëdhënie të ngushtë midis dy kryeministrave tanë, sigurisht që ka patur edhe një simtoni, jo vetëm mes dy kryeministrave, por edhe mes ministrave të qeverive tona. Dhe kjo sintoni besoj se rrjedh nga fakti se ekziston dëshira dhe vullneti që gjithçka të transformohet në diçka konkreti dhe pjesë e këtyre rezultateve janë përftuar dhe janë arritur, por sigurisht kemi ende aspekte të cilat duhet përmirësohen dhe puna jonë do të jetë pikërisht, do të ndalet pikërisht në faktin që duhet të çojmë përpara marrëveshje, propozime duke i përmirësuar ato. Unë mendoj që rruga është hapur tashmë dhe unë jam i bindur se do t'jap edhe rezultate pozitive. Dhe bukuria e Villa Dora Pamphila sigurisht që ka ndihmuar edhe në këtë. Besoj që unë jam temi adhurues i Italisë si shumica absolute e shqiptarëve. Sigurisht Roma është qyteti ynë i preferuar, destinacioni i preferuar kur udhtojmë jashtë, por sigurisht ajo vilë ishte simbolike edhe për një arsye tjetër. Më bëri përshtypje emri i ndërtesës, pra jo thjesht i kompleksit vilës Pamphil, po ajo ndërtesa që quhej Il Casino del Bon Respiro. Pra temi ajo ndërtesa e ajrit mirë, e frymëmarrjes pozitive, dhe kjo besoj u ndje në gjithë atë atmosferë që nuk u prish dot as nga pyetjet provokative të gazetarëve shqiptarë dhe ata italianë. Por, siç e thatë edhe ju, temi puna e vështirë fillon tani, pra në temi konkretizimin dhe realizimin e atyre 10 marrëveshjeve që u nënshkruan. Por le ta nisim nga këto marrëveshje, zotë ambasador. Shumica prej tyre kishin në fokus një sektor shumë të rëndësishëm që lidhet me mbrojtjen, me emergjencat civile, pjesë ku Italia ka kontribuar gjatë temit 35 viteve të fundit. Kujtoj që pandimin e ushtarakëve italianë në vitet e vështira 91, 97, pa prezencën permanente dhe postet drejtuese të ushtarakëve italianë në misionin e NATO-s në Kosovë, ndoshta kombi shqiptar, pra Shqipëria dhe Kosova, nuk do ishin ata që janë sot. Dhe sigurisht që këto marrëveshje të reja temi ushtarake, besoj që ka sens ti shpjegojmë se në thelb çfarë janë. Para së gjithash, ajo çka është e bukur është që bashkëpunimi edhe në sektor strategjik dhe ku Italia nuk ka qenë shumë e pranishme dhe unë mendoj se kemi një përhapje, një prani të gjerë të Italisë në Shqipëri dhe unë këtë ndjeje perceptoj dhe synimi i takimit të nivelit të lartë ka qenë edhe pikërisht fakti që Italia të jetë e pranishme edhe në sektor të tjerë dhe së pari në atë të mbrojtjes dhe procesi integrimit dhe i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, procesi zgjerimit apo i ribashkimit, si kundër thuhet, është një proces që në qendër të cilit është dialogu, jo vetëm të një tregut përbashkët, por edhe mbrojtja, siguria, qëndrueshmëria e një zone sikurse është ajo e Ballkanit Perëndimor. Pra, siguria dhe qëndrueshmëria, stabiliteti janë vlera pra që ne duhet ti theksojmë dhe t'japim rëndësinë e duhur. Besoj se një joint venture mes Kajës dhe Fincantierit do të shërbej për të modernizuar kantierin e Pashalimanit dhe për të shpënat, për të transmetuar në këtë kantier edhe një uri të reja, por edhe për të krijuar vende të reja pune. Pastaj ka edhe marrëveshje të tjera, si kundër është ajo e emergjencave civile, se
sepse në Itali, ashtu si kurse në Shqipëri, Ministria Përgjithëse është ajo e mbrojtjes. Pra, do të kemi mundësinë për të krijuar diçka që nuk është apo për të mirësuar një strukturë që ekziston. Është e rëndësishme gjithashtu të thellojmë bashkëpunimin edhe në sektor kyç, sikurse është ai i mbrojtjes, dhe të dy kryeministrat kanë dhënë pra këtë mundësi që të eksplorojmë atë këto fusha të pa eksploruara.